se është thjesht një deputete që e mbron imuniteti akoma derisa të bëhet mbledhja në Këshillin e Mandateve dhe derisa të votohet në parlament. Ndërkaq, zoti Mirdollari, sigurisht që kur drejtësia dhe politika përplasen ballë për ballë, zakonisht dikush do ta humb pushtetin dhe në këtë rast është vetë kryeministri shqiptar Edi Rama i cili humbi betejën më të rëndësishme përballë drejtësisë, pra pikërisht me rastin e zonjës Balluku? Zonja Balluku ishte ministrja më e fortë pra krah Ramës, ishte edhe zënës kryeministre, ministri i infrastrukturës, drejtonte një nga ministritë me buxhetin më të madh. Mendohet që në këto 4 vitet e fundit të jenë shpenzuar me tendra rreth 2 miliard euro, pra do të themi që kishte ministren dhe personin më të afërt, pra krahun e djathtë, dhe me rënien e Belinda Ballukut, të gjithë projektorët dhe të gjitha, domethënë janë ngritur shkallë, tani i ka ardhur Rama edhe kryeministri Rama dhe sigurisht betejë ka qenë madhe për të mbrojtur zonjën Balluku, në vetvete tregon që edhe është frikë që mas Ballukut kush e ka radhën, pra radha i vetme që ka ngelur tani mbas të gjithë këtyre kryeministrave, ministrave, kryetarëve të bashkive, deputetëve apo të gjithë drejtues të tjera të institucione shumë të rëndësishme të shtetit, të cilët janë përballur me drejtsinë, i vetmi person i cili tani i ka ardhur radha është kryeministri, pra zoti Rama, dhe pikërisht e gjithë kjo ka bërë që Rama të investohet vetë personalisht për të mbrojtur zonjën Balluku. Por besoj që me rënien apo me vënien përpara drejtësisë të zonjës Balluku, edhe Rama ka një humbje shumë të madhe, sepse tani do të jetë tashmë i zbuluar, është personi që është i lidhur drejt për drejt me zonjën Balluku, edhe të paktën tek ato sa janë zbuluar nga dokumentat që janë nga mesazhet në dosjen e zonjës Balluku, të çon intuita që personi mbrapa është edhe zoti Rama. Në fakt, zoti Mirdollari, tuneli llogaras unaze e madhe dhe ndërkaq edhe tendera me miliona euro janë tashmë në lupën e SPAK. Mendoni se tashmë është shembur e gjithë skema e madhe infrastrukturore e ndërtuar nga vetë qeveria Rama? Të jemi realist, është denoncuar me vite nga opozita, të gjithë këto skema kanë qenë të ditura, por ajo çfarë tani është bërë e pambrojtshme dhe as propaganda investimi në propagandën qeveritare për të mbuluar të gjithë këto afera korruptive, nuk po bëjmë më punë, edhe ajo çfarë tani ka ndodhur, si me rastin e zonjës Balluku apo dhe me kryeministrin, është që fjalët e tyre dhe propaganda e tyre nuk po ngjit më. Dhe ajo që është denoncuar ndër vite nga opozita, tashmë është bërë shumë e qartë dhe është bërë publike edhe për njerëzit për ta kuptuar, domethënë. Po t'i rikthehemi shumë denoncimeve të viteve 2020, 2021, 2022, 2023, kemi dalë që pas kanë qenë të gjitha të vërteta nga këto investigime që po dalin tashmë nga SPAK-u apo nga këto skemat korruptive që janë zbuluar deri tani. Ndoshta këto do të jenë një manual për të mos ndodhur përsëri, po urojmë që drejtësia të shkojë deri tek skema më e vogël e korruptimeve, apo mos më lënë asnjë gjë më të pazbuluar për publikun, që të mos na përsëriten përsëri këto lloj skemash korruptive, me këdo që do vinë më mbrapa këtyre në qeveri. Në fakt, në këtë votim që ndodhi pra në gjykatën kushtetuese 4-4, zoti Mirdollari, pyetja që ndau, le të themi, gjyqtarët pra në 2 anë ishte imuniteti politik apo përgjegjësi penale, dhe mendoni se në këtë rast ministrat dalin mbi ligjin apo ky rast ndoshta vendos edhe një precedent rrezikshëm për çdo antar tjetër të qeverisë? Unë siç e thash, domethënë, fakti që kjo doli 4-4 ka 2 anë. E para disaj, do të themi që fitoi SPAK-u për faktin që e kishte pezulluar zonjën Balluku nga pozicioni i ministres infrastrukturës dhe zëvendës kryeministres, por nga ana tjetër, siç e theksova, është shumë i rrezikshëm si precedent në rast se gjykata kushtetuese që është në nivelin më të lartë, pra është ajo që mban balancat e sistemit të drejtësisë, që mban
që të funksionoj Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, në qoftë se ajo nuk shprehet për një ngjarje kushtetuese dhe thjesht e lek të rrezohet me procedurë, ky është një precedent shumë i rrezikshëm në rastet e mëvonshme. Pra në qoftë se do kemi një rast tjetër ku është shkelur Kushtetuta dhe po themi në këtë rast opozita apo disa qytetarë e kundërshtojnë këtë shkelje, pa presionin që i ndodhi gjykatës kushtetuese tani mund të marrë një vendim kundra apo mund të argëzojë me një vendim me një votim 4-4 dhe kjo do të ishte një precedent shumë i rrezikshëm. Pra, gjykata kushtetuese, në qoftë se Spaku kishte të drejtë, që në këtë rast besojmë që kishte të drejtë, duhet të kishte marrë një vendim 5-3 dhe për mos ta lënë këtë si një precedent që do të ndodhin të tjera me një votim 4-4. Pra, po flasim për Kushtetutën që është në niveli më i lartë, edhe gjykatës kushtetuese është në niveli më i lartë që arrin dhe jep vendime që janë të kushtetutshme apo jo, këto vendime të marra nga shkallët e tjera të gjyqësorit. Prandaj precedenti realisht është shumë i rëndë, por urojmë që të mos ndodhi përsëri. Besoj që me rastin Ballukut të jetë i fundit. Ndërkaq, zoti Myrtollari, mendoni se do të guxojë tashmë mazhoranca të votojë arrestin e një ish zëvendës kryeministreje? Realisht, siç ka ndodhur edhe me të tjerët, ata nuk është se kanë diskutuar, pra, si me zotin Tahiri, si me Erion Veliajn, Erionin nuk ishte imunitet, por si me ato personazhet e tjera, pra edhe me zotin Berisha që ka qenë i hoq mandati kështu, nuk besoj që do kishte, domethënë do i binte përsëri një barë e madhe politike për ta mbajtur nëse s'do ta votojnë. Çfarë nuk presesh nga këta, unë nuk po them që nuk pret nga këta, nuk presesh çfarë do lloj mund të bëhen edhe barrierë për ta mbrojtur zonën Ballukut, pra që mbrapa mund të mbrojtë edhe zoti Rama, por realisht duhet të ishte thjesht një formalitet votimi për t'i hequr imunitetin, sepse imuniteti nuk do të thotë që parlamenti po e arreston zonën Balluku. Atë do ta vendosi gjykata GKK-ja, pra gjykata speciale, që është në kushtet për t'u arrestuar apo jo, pavarësisht kërkesës që ka bërë Spaku. Pra kjo do të jetë diçka që e një pushteti që në një demokraci do të jetë i pavarur, pra pushteti gjyqësor, me pushtetin legjislativ që është parlamenti. Në këtë rast besoj që do të ishte thjesht një formalitet. Ajo për çka zonja Balluku akuzohet nuk është për një veprimtari që ajo po e kryen në parlament, por është për një veprimtari që ajo po e ka kryer në qeveri, pra në ekzekutiv. Akuzohet për keq përdorim të fondeve, për shpërdorim të tyre, për paracaktim të tenderave. Pra këto akuza ajo duhet t'i mbrojë në gjyqësor dhe nuk mund ta përdori dot imunitetin, pra që ka si deputete, si ligjvënëse, për të mbrojtur për një shkelje që ka bërë në ekzekutiv, që e ka bërë në vendimmarrje duke qenë ministre. Dhe logjikisht duhet votohet, por këtë do t'ja lejmë mbledhjes së ardhshme të parlamentit, ku do ta vendosi. Unë besoj që tashmë me atë që ndodhi dhe në gjykatë kushtetuese do të votohet, por çfarë nuk mund presesh. Është qartë. Por ndërkaq, në këtë rast, pra, me zgjidhje këtij vendimi të gjykatës kushtetuese, mendoni se tashmë qeveria e kryeministrit Rama ndoshta po hyn në fazën e tij më të rrezikshme të përballjes me drejtësinë e re? Unë mendoj që qeveria Rama duhet kishte shumë kohë më përpara, duhet të kishte dhënë dorëheqjen në formë morale. Pra, që do të thotë, vetëm për shkak të gjithë këtyre skandaleve që kanë ndodhur, në një qeveri, në një shtet normal perëndimor, ku ndodhin kaq shumë skandale, do të duhej që qeveria të jepte dorëheqjen dhe të përballte me drejtësinë, pa imunitetin e deputetit, duke qenë i gatshëm për të përballur me çfarë do lloj, nëse ata s'kan bërë asgjë, do të ishte as fak, asnjë problem. Por nuk mund të përdoret dot as imuniteti i deputetit, as parlamentit për të mbrojtur ato afera korruptive që janë bërë në këtë qeveri. Besoj që kjo fazë e cila ka hyrë deri më sot ishte diçka e pa imagjinueshme ndoshta edhe për vetë qeverinë që do të arrinte në këtë lloj nivelesh.
Dhe të jem realist, pa ndryshimet në politikë, në geopolitikën, unë nuk besoj që do të kishin ndodhur këto, pavarësisht se kjo tash është thjesht një opinion im, nuk është subjektive, pra. Por besoj që po mund të kishin ndodhur ndryshimet politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në vende të tjera të botës perëndimore në aleatët tanë, nuk do të kishin ndodhur këto që ndodhen edhe në sistemin e drejtësisë, pra me këto hetime që kanë shkuar në këto nivele kaq të larta. Ndërkaq, zoti Mirtollari, si e ke parë edhe reagimin nga ana e opozitës sa i përket këtij votimi në gjykatën kushtetuese? Të jem realist, ne nuk e kishim besimin që do votonte 5-3 për të arzuar kërkesën e Ramës, edhe po prisnim që të mbronte Dhënia Balluku në gjykatën kushtetuese për shumë arsye, për gjithë të presionin e madh që ishte bërë gjatë gjithë këtyre kohëve dhe për të gjithë zvarritjen e madhe që është bërë procesit, sepse realisht